Të dashur shqiptar, sot do të peshojmë se sa rëndojnë dardhat e Dardanit. Mësojmë sot. Këto lloj dardhash quhen avokado. Rriten në Texas, në Shtetet Bashkuara. Dhe kur shqiptarët pan avokado për herë të parë, nuk donin t'i hanin. Dhe unë u thash, janë lloj dardhash meksikane. Dhe atëherë filluan t'i hanë. Edhe shqiptarëve kur kanë bërë filma në fillim nuk i shikonin. Atëherë u thash shqiptarëve jemi pellazg, jemi hynor, gjuha jonë primordiale. Edhe atëherë filluan të shikojnë filmat e mi. Pra unë që me lindjen e YouTube-it kam bërë filma për ilirët, për shqiptarët, po nuk i shikon të njëri. Kam bërë me qindra filma. Në momentin që thash gjuha jonë hynore, gjuha jonë pellazgjike, u turën shqiptarët me mira për t'i shikuar. Tani, diçka ngjashme ka ndodhur me profesorin e shquar të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Profesor Plum Xhufin, i cili është përpjekur t'u thotë shqiptarëve se nga vinë, ç'origjinë kanë, por shqiptarët nuk e dëgjojnë. Dhe ai del në intervistë dhe thotë: Napoleoni ishte me origjinë shqiptare. Dhe të gjithë u turën ta shikojnë këtë film. Pra në Shqipëri, në qoftë se nuk thua që je pellazg, që gjuha shqipe është origjina e të gjitha gjuhëve të tjera, që kultura shqiptare është baza e kulturës greke, nuk të shikon njeri. Madje nuk bën dot as diplom, nuk merr dot as dokument, certifikat. Zhdukesh si intelektual, nuk të marrë në punë as si roje magazina. Prandaj shkreti profesor Xhufi do të thotë që Napoleoni është shqiptar. Nesër do thotë Krishti është shqiptar. Profesor Xhufi s'ka çfarë të bëj. Gjë më e tmerrshme është kjo që profesori Xhevat Lloshi, ai që ka dalë në të gjitha intervistat kundër teorisë pellazge, profesor Lloshi ka përkthyer veprën për pellazgët. Do e shikojmë në një film tjetër. Është e pabesueshme. Veprën e Diangelit ai ka përkthyer nga frëngjishtja në shqip dhe është vepër për pellazgët. Ndërkohë që ai po grindej me këto turbo-albanët në çdo intervistë, nuk e di është gjallë akoma, por është grindur me vite të tëra dhe është bërë si parja e kuqe, profesor Lloshi. Në mënyrë paralele ai përkthen veprën e pellazgëve. Për para, për të jetuar. Këtë bën shqiptari, shet edhe lëkurën e tij. Domethënë edhe dashi nuk e shet lëkurën e tij, do ta kapësh për brirësh dhe t'ia rruash lëkurën dashit, se nuk ta jep dashi lëkurën. Ndërsa shqiptari e shet lëkurën për pak lek, për pak dollar. I tillë është bërë shqiptari. Tani, unë nuk e shes lëkurën. Unë ju them shqiptarëve për origjinë e tyre ilire, nga vinë, dhe madje ju tregoj me data, me dokumenta, si është bërë ky evolucion nga gjuha ilire në gjuhën shqipe, dhe sot do të mësojmë origjinën e emrit të Shkupit. Tani janë dy mundësi, ose fjala Shkupi ka ardhur nga latinishtja Skupi në shumës, që është një koine në helenisht, sepse latinët nuk ndërtonin koine, një lloj si koinon epiriotan, koinon labiatan, koinon lisiatan. Këtë kam thënë unë, koine ilire. Ilire helene, po ashtu them unë, ilire. Pra ose ka ardhur nga Skupi i latinishtes, po fjala Skupi i latinishtes ka ardhur nga fjala Skupa e greqishtes, dhe fjala Skupa e greqishtes ka ardhur nga fjala Skopa e latinishtes. Pra, këto dy dardhat dardane kanë udhëtuar nga latinishtja Skopa në helenisht Skupa, dhe nga helenishtja Skupa u bë latinishtja Skupi, koineja e fshesave, fjalë për fjalë.
Skupa në helenisht është fshesa, dhe skupoj në helenisht ka kuptimin fshesar. Tani gjithmonë helenët i kanë sharë shqiptarët. Pra në kanë thënë brokoi do thot larvat e bretkosës. Helidoni dal ndyshe që nuk flasin. Dardanoi me njolla të ujë të trash. Drilon me kuptimin deg me dy dardha, deg mashkullore. E këto janë dardhat dardane të dashur shqiptar, sipas helenëve. E kuptua çfarë janë dardhat. Mirë po hodha dhe një ide tjetër që ndoshta vjen nga fjala skopoi, që do të thot spiun ose rojtar. Ata që lëshohen në fillim për të parë terrenin. Çfarë bëjnë shqiptarët që punojnë në Wikipedia, e marrin këtë ide nga unë dhe e ndryshojnë këtë në vitin 2025. Në këtë vit që po bëjmë këtë film përsëri. Pra mbas 5 vjetësh, ata ndryshojnë iden, marrin iden time. Tani për fat mirë të dashur shqiptar, për fat mirë, në internet regjistrohet çdo gjë. Është regjistruar ora, dita, minuta, sekonda, kur këta shqiptar kanë marrë iden time dhe kanë botuar në Wikipedia. Të dashur shqiptar, ky është pikërisht dokumenti më i fundit në Wikipedia për emrin e Shkupit, që vjen sipas shqiptarëve me të drejtë nga latinishtja Skupi në numrin shumës, dhe kjo sipas tyre ka dalë në vitin 395 të erës sonë. Por nuk është e vërtet. Do ta shikojmë tani që s'është e vërtet as pak. Dhe sipas tyre vjen nga fjala shqipe skup, që është trajta e pashquar, dhe shkupi trajta e shquar. Kështu thonë shqiptarët. Helenët thonë që vjen nga skupoi. Autorët helen të Wikipedias thonë që vjen nga fjala skupoi, që ishte ideja ime gjithashtu. Por nuk e din nga vjen fjala skupoi, vjen nga fjala fshesa, skupa, apo vjen nga skopoi, që do të thot spion i ushtrisë. Tani e vërteta është që në Wikipedia çdo njeri mund t'i fusi duart edhe ta ndryshoj tekstin sipas dëshirës së tij. Ky është problemi i Wikipedias. Slavët thonë që kjo është fjalë slave. Dhe nuk po e zgjidhim dot problemin. Problemi është zgjidhur nga inteligjenca kompjuterike. Sipas inteligjencës kompjuterike, fjala skopoi është në fillim me kuptimin ai që vrojton. Kjo fjalë gjendet në gjuhën sanskrite, gjendet në gjuhën avestanit, por është edhe në gjuhën shqipe me origjinë nga gjuha sanskrite, që ta dini. Fjala me pa vjen nga infinitivi pash, që gjithmonë në shqip del nga koha e kryer e thjeshtë. Të dashur shqiptar, fjala shqipe pash është krijuar nga foljet e trashëguara të ilirishtes. Dhe gjithmonë shqipja e ndërton infinitivin nga koha e kryer e thjeshtë. Ky model është në gjuhën e avestanit, në variantin greikos në Italinë e Jugut, në gjuhën e Indisë së Vjetër dhe në shqip. Në këto 4 gjuhë krijohet infinitivi nga koha e kryer e thjeshtë, veta e tretë. Gjithmonë. Kjo është natyra e shqipes. E përsëris, varianti greikos, gjuha avestanit, gjuha Indisë së Vjetër. Është një tipar i veçantë i gjuhës shqipe. Pra, nga koha e kryer e thjeshtë pash, ka dalë infinitivi me pa në shqip. E ky është një zbulim i jashtëzakonshëm, i papërsëritshëm. Tani, varianti helen i kësaj folje është skopein, do thot vëzhgoj. Ai që vëzhgon nga kullat, është përdorur kjo folje në veprën e Iliadës dhe të Odiseas. Kullat e Iliadës në Ilion, kullat e Ilionit, quhen Skopia.
vend vëzhgimi. Është emër asnjanës, ta Skopia në numrin shumës të dashur shqiptar. Ky emër, ta Skopia, gjendet në veprën e Ana Komnenës për historinë e Bizantit, përpara se sa Bizanti të shkatërrohej komplet. Pra, kjo formë, ta Skopia, është përdorur deri në momentin kur u zhduk gjuha e Bizantit. Pra deri në mesjet ka qenë kjo fjalë, Skopia. Të dashur shqiptar, ta Skopia është origjina e fjalës Skopja. Shkupi. Në latinisht ishte skupi me një i të gjatë, koinon, skopion në helenisht. Pra është emër helen, që ka kaluar në latinisht. Kjo nuk do ishte marrë vesh kurrën e kurrës, sikur unë të mos kisha zbuluar një mbishkrim të gjetur në Beograd të dashur shqiptar, për Dardanët që ruanin kështjellën, që quhej Albanopolis. Kështjellë Dardane në Beograd. Emri i Beogradit është Beo e bardh grad qytet. Përkthimi Albanopolis në serbisht. Pra tje nuk ka patë serb fare në moezinë e sipërme. Dhe unë gjej në latinisht, në original, emrin e skupit, por jo një, kam gjetur me qindra, dhe në latinisht është kthyer nga numri shumës në numrin njëjës të dashur shqiptar, si në shqip, skupi. Kur ta shikoni do të shmendeni komplet. Komplet! Do kuptoni çfarë ka ndodhur këtë tmerr. Të dashur shqiptar, shikoni me vëmendje çfarë ka ndodhur këtë tmerr të vërtet. Fjala shqipe me pashë, është e lidhur me gjuhën e Indisë së Vjetër, është e lidhur me gjuhën e Avestanit, por jo me gjuhën ilire. Në ilirisht kjo vjen nga helenishtja skopein, do të thot vëzhgoj. Dhe ta Skopia ishte në shumës kullat e Iliadës, kullat e Ilionit, të përshkruara nga Homeri, edhe tek Odisea dhe tek Iliada, për është fjalë e pastër greke. Pra Skopia nuk ka lidhje me Shqipen, që ta kuptoni. Po edhe fjala Skopa, ose Skupa, që i thon fshesës, në helenisht edhe ajo nuk vjen nga Shqipja, nuk lidhet fare me gjuhën shqipe. Pra edhe varianti i parë, edhe varianti i dytë, nuk janë fjalë shqipe të dashur shqiptar. Dhe tani emri Skupioj, ose banorët e Shkupit, ka një problem. Banorët e Shkupit flisnin dialektin jonik, dhe nga e dim në këtë, sepse banorët e Shkupit e shkruanin Skupioj pa formën e trajtës së shquar. Pra në helenisht, kjo është hoi skopoi, në shumës do të thot vëzhguesit, ndërsa në gjuhën ilire dhe trake është e shënuar me ngjyrë të kuqe, këtu kjo nuk përdoret, është hequr forma e trajtës së shquar. E njëjta gjë ka ndodhur në Iliadë. Homeri në Iliadë e heq komplet formën e trajtës së shquar dhe ky është vëzhgimi im, dhe kjo del vetëm në toponimet ilire dhe në Iliadë. Pra Iliadën e kanë shkruar Dardan, të cilët flisin dialektin jonik të dashur shqiptar. Janë pikërisht ata që kanë vënë emrin Shkupit. Të njëjtët persona janë ata që kanë shkruar Iliadën të dashur shqiptar. Tani ky ndryshim është bërë në Wikipedia më datën 4 shkurt të vitit 2025, ora 3:42. Pra në Wikipedia ka qenë më përpara varianti që fjala skupi vjen nga fjala skopa dhe skupa në helenisht që do të thot fshesa, me origjinë nga latinishtja skopa, shkopi. Këtë përmirësim ata e kanë bërë, autorët e Wikipedias, e kanë bërë autor me origjinë greke. Shqiptarët thonë kjo vjen nga Shqipja. Grekët e kanë parë filmin tim, minoritarët që din shqip, dhe kanë bërë ndryshime në Wikipedia të dashur shqiptar, por kjo që ka ndodhur është me të vërtetë shumë e shëmtuar, pra kanë marrë filmin tim dhe kanë përdorur atë.
Po ashtu më 24 shtator të vitit 2024, ora 1:24 pasdite, është bërë sugjerimi në Wikipedia gjithashtu që fjala skupoj vjen nga kuptimi episkopos. Pra, këtu shikohet qartë që autorët grek janë përpjekur ta nxjerrin këtë me origjinë nga greqishtja bizantine. Po e kanë gabim. Pra, kjo fjalë ka dalë në veprat e Homerit, pra në shekullin e 8 para erës sonë, të dashur shqiptar, dhe autorët grek nuk e dinë. Pra ata që kanë kopjuar filmin tim nuk e kanë kuptuar deri në fund filmin tim. Pra në filmin tim unë them që fjala skupoj nuk vjen nga episkopos, por vjen nga Skopia, vepër e Ana Komnenës. Dhe Ana Komnena e ka marrë këtë nga veprat e Iliadës dhe të Odiseas, që ishin kullat e Ilionit, Skopia, në numër shumës. Dhe kështu del dhe emri i Shkupit në numër shumës, pra kullat e Shkupit, kullat vrojtuese. Pikërisht nga kjo rënjë, kulla e Ilionit, ka dalë dhe folja në helenisht Skopja Zo, që do të thot vrojtoj nga një vend i lartë, nga kullat e Ilionit. Pra këtu është edhe fragmenti origjinal i Odiseas, këtu është dhe fragmenti origjinal i Iliadës, ku del për herë të parë emri ta Skopia. Pra është emër në dialektin dorik, ndërkohë që Skopje është emër në dialektin jonik. Kjo fjalë Skopia është përdorur pastaj nga Herodoti, pastaj ka kaluar tek autorë të tjerë helen. Pra Herodoti ka marrë variantin dorik dhe ky variant dorik ka kaluar dhe në ilirisht. Në një poem të një autori helen që fliste dialektin dorik, ai i quan pikërisht vrojtuesit e kullave Skopiai dhe e kthen këtë në emër të gjinisë femërore të dashur shqiptar në këtë poem. Pra fjala Skopiai, vrojtuesit, ka të njëjtën kuptim dhe origjinë si fjala Skopioi, vrojtuesit e kullave tek vepra e Homerit, Iliada dhe Odisea. Pastaj kjo është përdorur në veprën e Ptolemeut, Skupioi, pra pikërisht në këtë shekull, kur shkruajti Ptolemeu veprat e tij, ndodhi ndryshimi nga Skopioi në Skupioi. Ky është një ndryshim që ka ndodhur në helenisht, por një deg që ne nuk e njohim, që quhet ilirishtja. Pra ilirishtja këtu sillet si dege helenishtes, që të jemi të qartë. Kjo nuk është fjalë e shqipes, dhe emri i Shkupit gjithashtu del këtu për herë të parë në formën Skopion, i cili është një emër për këdhelës, një lloj si Ulkinion, është emri i lirë për Ulqinin, Delminion është emri i kryeqytetit të Dalmatëve, është fjalë për këdhelëse në ilirisht. Pra të parët tanë flisnin dialekt helene, u bindet përfundimisht. Dhe tani unë gjej dokumentin e shekullit të dytë të erës sonë, ku del për herë të parë numri shumës i latinishtes Skupi është kthyer në njëjës, Skupis. Është emër i gjinisë femërore. Tani ky është në latinisht dhe unë e kam përkthyer këtë në anglisht. Është një dedikim që i kushtohet një personi që është legionar i vdekur, dhe ky dedikim vjen nga gruaja e tij, Petronia Secunda. Petronia Secunda shkruan për burrin e saj, i cili vinte nga Shkupi. Dhe ajo përdor fjalën Shkupi këtu në numrin njëjës si emër të gjinisë femërore. Pra kjo është çmenduri, në shqip është gjini mashkullore, por ajo e përdor në gjinin femërore dhe e përdor si fjalë greke, e kuptoni apo jo? Megjithëse ajo shkruan në latinisht, Skupis është i gjinisë femërore në greqisht, në shekullin e dytë të erës sonë. Pra, emrat e gjinisë femërore të greqishtes janë bërë emra të gjinisë mashkullore të shqipes. Dhe ky emër ka dalë nga numri shumës të dashur shqiptar. A nuk është kjo madhështore?
Petronja Sekunda thot që ai shërbeu si kalores për 26 vjet dhe jetoi 45 vjeç, që është një moshë shumë e madhe, domethënë doli në pension. Mbijetoi të gjitha betejat, ky kalores i shkëlqyer, i cili ishte i lirë, të dashur shqiptar. Mbishkrimi është në latinisht. Tani, kjo që po shikoni pra është madhështore, këtu janë sqaruar të gjitha elementet e këtij mbishkrimi dhe këtu është fragmenti i Stefanusit të Bizantit, ku ai thot: Skupioi polis thraikes, lepidos en historikes epitomes ogdoi, to ethnikon skupenoi. Pra, fjalë për fjalë, ai thot që këta janë skypinoi, do më thënë, ky është emri i shqipnis të dashur shqiptar. Skypenia vjen nga skypenoi, fjalë për fjalë. Pra, emri Shqipërisë sot është me origjinë helene dhe ka kuptimin vrojtues në helenisht ose ilirisht. Quheni si doni, pra ilirët flisnin dialekte helene. Përfundimisht, fjala skupoj do të thotë vrojtues. Pra nuk lidhet me fjalën fshesa, por me foljen helene, skopein do të thotë vrojtoj. Dhe vjen drejt për drejt nga veprat e Homerit, ta skopia, kullat e Ilionit, dialekti jonik. Por ta skopia është dialekti dorik që ka hyrë në veprën e Homerit. Pra, vepra e Homerit nuk është vepër e pastër jonike, kjo tregon që vepra e Homerit është redaktuar. Do e shikojmë në filma të tjerë që në veprat e Homerit gjenden mbi 5000 fjalë që nuk gjenden në gjuhën greke, po ashtu në veprën e Homerit gjenden elemente gramatikor të gjuhës dorike. Gjë që është çmenduri sepse ai e ka shkruar këtë në dialektin jonik, pra si kaluan elementet e dialektit dorik. Po ashtu Homeri nuk përdor formën e trajtës së shquar, një lloj si ilirët e Shkupit, që nuk thon hoi skupioi, po thon skupioi, pa formën e trajtës së shquar, dhe kjo ndodh vetëm në veprat e Homerit dhe në ilirisht të dashur shqiptar. Pra, konkluzioni është që fjala skupioi ose skupi në shumës në latinisht ka qenë koine ilire helene. Ata kanë folur një dialekt që grekët nuk e dinin që ishte me origjinë helene. Nuk e dinin, se kanë ditur kur. Këto zbulime fantastike janë bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Është e pamundur që njeriu ta gjente një gjë të tillë, sepse as në fjalorin e Hezikiusit Aleksandris dhe as në fjalorin e Stefanusit të Bizantit nuk është sqaruar kur emri i Shkupit të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, përfundimisht emri i Shkupit është emër në numrin shumës në latinisht Skupi, që e kam gjetur në dokumentin e gjetur në Beograd, në kështjellën ilire atje është përdorur në numrin njerëz gjinia femërore, Skupis. Po ky është emri i gjinisë femërore në greqisht, por i shkruar me shkronja latine. Pra ilirët flisnin helenisht deri në shekullin e 2, deri në shekullin e 3 të erës sonë. Prej femërores së greqishtes ka hyrë në shqip Skupi. E kuptuat apo jo? Pra banorët e Shkupit kanë folur helenisht gjatë gjithë kohës. Emri i qytetit vjen nga ta Skopia, që është dialekti dorik, që ka hyrë mbas redaktimit të veprave të Homerit në Aleksandri. Janë përzier dialektet helene aty, të gjitha. Pra vepra e Homerit është shkruar nga disa autor. E kuptuat apo jo? Po të ishte Homeri, do ta kishte shkruar te Skopie në gjuhën e dialektit jonik. Por kjo është e dialektit dorik, e përdor në veprat e Herodotit, që ka qenë njeriu më i urryer në Hellad, sepse ai thotë që kultura ilire është kulturë mbizotruese, prandaj urrejnë grekët kaq shumë Herodotin. Por ilirët flisin dialektin dorik, e kuptuat apo jo? Dialekt helen. Kjo vërtetohet me fjalën mia e dialektit atik. Është bërë myga në gjuhën e greqishtes pontike, myza në gjuhën e Cakonias, miza në shqip. Gjuha shqipe ka evoluar si gjuha e Cakonias. Në shqip ne themi ujët, është emër asnjanës,
Në gjuhën e Cakonjas, ivata është një lloj si formim gramatikor. Shqipja dhe gjuhët Cakonjas kanë të njëjta ndryshime fonetike dhe emri Skupi ka udhëtuar në të gjitha variantet e dialektit dorik. Taskopia është bërë emri i koinojt, bashkësi në gjuhën helene. Pastaj bëhet emri në numri njëjës në latinisht, por nga greqishtja gjithashtu. Pastaj kalon në shqip, Skupi. Pra s'ka patu slav fare aty. Ky film është i jashtëzakonshëm. Pra Maqedonia nuk duhet të ndahet. Maqedonia është e gjitha albane. Dhe albanët kanë qenë fiz dorik, të dashur shqiptar. Albanoi e ka krijuar këtë emër, ethnikoni një lloj si Skupinoi. Banorët e Shkupit, një lloj si Dardanoi. Banorët e Dardanis. Kjo është çmenduri. Kështu krijohen emrat në shumës në helenisht, vetëm helenisht. Pra ilirët kanë folur dialektet helene të gjithë. Dhe gjuha shqipe ka vazhduar pikërisht këtë emër. E ka ruajtur gjuha shqipe këtë emër. Vetëm gjuha shqipe. Pra pasardhësit e ilirëve të dialektit dorik janë shqiptarët. Por nuk vjen kjo nga folja shqipe e pashë. Folja shqipe e pashë është e lidhur me gjuhën sanskrite, pra në Iliri janë folur dialekte të ndryshme, edhe të tipit Satem edhe Kentum. Por ky emër i Shkupit ka ardhur nga folja helene, Skopein, vëzhgoj. E kuptuat apo jo? Kullat e Ilionit ishin ta Skopia. Prej këndej vjen kullat e Shkupit. Koinon, Skopinon. Është origjina e fjalës Skypnia, Shqipëria. Është emër helen, përfundimisht, e sigurt. Pra sot a mësuam se sa peshojnë dardhat dardane. E pra trakishtja, ilirishtja, që të dyja ishin dialekte helene. U bindët përfundimisht. Taskopia është emër i gjinisë asnjanse në dialektin dorik. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju bëfshin mirë dardhat dardane të dashur shqiptar. Gjak e dhjam. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.